Antigona është bia e Tibit, mbretit të Tebës dhe bashkëshorte së tij Jokastës. Është një nga figurat më tragjike të ciklit të Tebës dhe mitologjisë greke në përgjithësi, por edhe personazhi kryesor në veprën me të njëjtin titull të tragjedianit të mirënjohur grek Sofokliut. Sofokliu ka meritën e tij duke futur figurën mitologjike të Antigonës në radhën e veprave më të njohura të letërsisë antike greke. Nga martesa paradoksale e prindërve të saj, për shkak të lidhjes së gjakut që kishin me njëri tjetrin, duke qenë nënë e birë, pa ditur konkretisht për lidhjen e tyre, ata erdhën në jetë, përveç Antigonës edhe dy djemë binjak, Eteokli dhe Poliniku, dhe një vajzë tjetër, Ismena. Pas rënies së perdes së errët, që mbulonte për vite me radhë veprimet e fshehta dhe të panjohura të Tibit, vetverbimit të tij dhe vetvrasjes të sëmës, Antigona u detyrua të shoqëronte tatin e moshuar e Tibin, që e kishin dëbuar nga Teba në Kolon. Historia në fjalë dramatizohet në tragjedinë e Sofokliut me guxim burrëror dhe vetë sakrifikim të vërtet. Antigona sy pa trembur ju fut një rrugë të vështirë, edhe pse dinte se pasojat e një iniciative të tillë mund të ishin të pashmangshme, duke u dënuar edhe me vdekje. Kur nuk u pendua, aty Tezeu arriti ta shpëtonte nga duart e dajes së vet, Kreontit, vëllait të nënës, i cili shkoi për ta rrëmbyer. Pak kohë pas vdekjes të Satit, Antigona u rikthye në Tebë për të shmangur duelin e dy vëllezërve të saj, të cilët kishin marrë përsipër udhëheqjen e Tebës. Pra, luftën e nisi Poliniku ndaj Eteoklit, sepse e kishte përzën nga Teba. Kur lufta përfundoi në favor të Tebës, me fitoren e Kadmit, por dhe me vdekjen tragjike të dy heronjve, në portën e 7, sunduesi i ri, Kreonti urdhëroi varrimin e Eteoklit, por edhe ndalimin e varrosjes së trupit të pajet të Polinikut, i cili sipas tij veproi si tradhtar. Antigona, në të kundërtën me motrën e saj, Ismenën, i shkeli të gjitha urdhrat e Kreontit dhe varrosi vëllain e saj të vdekur sipas dëshirës së zotave. I gjithë ky konflikt përshkruhet grafikisht në tragjedinë e Sofokliut. Një roje, i cili i kishte rënë në gjurmët e saj, e zbuloi dhe e çoi te Kreonti. Rezultati i këtij konflikti ishte ndëshkimi pa shpirt i saj. E mbyllën në një shpellë duke e lënë pa bukë dhe pa ujë derisa të vdiste. I fejuari i saj, Emoni, i biri i Kreonit, me kuptimin e emri i gjakut, e përkrau veprimin e Antigonës dhe akuzoi Tatin, i cili më vonë u pendua pasi orakulli, Tiresja, e paralajmëroi se diçka e keqe do të ndodhte, por më kot Antigona u vetvra. Në dëgjimin e lajmit tragjik, Emoni u rënua tërësisht. Ai e bindi të ëmën dhe kështu u vetvarën që të dy. Kjo është tragjedia më e hidhur në historinë greke, sepse përshkruan pikërisht luftën, konfliktin e dashurisë për familjen dhe e respektimit të ligjeve të shtetit. Tani, mendoni që kjo është një tragjedi e jashtëzakonshme greke dhe në bazë të kësaj tragjedie mori emrin një nga vajzat e Ptolemeut në Aleksandri, e cila martohet me Piron, i cili ishte grek, ndërsa ajo ishte maqedone, një nga gjeneralët e Aleksandrit në Egjipt.
Dhe Piroja, më sakt Piros, ja vë emrin Antigoni dhe më pas bëhet Antigoneia, është emër abstrakt, grek, është emri Gjirokastrës. Këtë vend e zbulon Dhimosthenë Budina, arkeolog minoritar, grek, i cili e bind Akademinë e Shkencave që të botohet revista Illyria. Illyria vjen nga greqishtja Illyrios, do të thotë së shtrembër. Ky është emri i Ilirëve. Ilirët flisin greqisht. Ku ishin shqiptarët? Në rastin më të mirë, ishin fisi Penest në Dibër. Këta janë shqiptarët, Penestaj do thotë sklever. Grekët na qunin ne Parthini për shkak të ngjashmërisë që ka gjuha shqipe me gjuhën perse. Partha është emri i Persis në greqisht. Prekëndej vjen Parthenos, ose Athina Virgjëresh, është emër pers. Tani, Partha do thot tokë e shesht në persisht. Nuk ekziston në gjuhën shqipe, por në gjuhën shqipe ekzistojnë fjalë identike me gjuhën perse dhe fjalët e trashëguara të shqipes sillen si një dialekt i gjuhës perse të vjetër. Tani, të gjitha qytetet e lashta ilire ishin greke, jo vetëm në Shqipëri, por dhe në Kroaci. Provohet kjo me emrin Tragourion, që vjen nga Tragos, Ciapi dhe Ura, bishti. Bishti Ciapit. Zbulimi im. Të gjitha qytetet në malin e zi, gjithashtu janë greke. Ilirët flisin greqisht. Emri tyre nuk ishte Ilir, por Illyrios. Mary Frymthell. Dhimosthenë Budina bëhet themeluesi i revistës Illyria, e cila boton pjesën ndërmuese të pllakave ilire të zbuluara në qytetet ilire, që janë të gjitha greke, edhe këto pllaka janë në greqisht. Me ardhjen e demokracisë, Dhimosthenë Budina aratiset ikën nga vendi, nga frika. Unë këto gjëra të lemeritshme i zbuloj pa dashje në vitin 2020. I nxjerr në filmat e mi në YouTube. Akademia e Shkencave i injoron ato komplet. Unë botoj fjalorin e gjuhëve indo-europiane falas. Akademia e Shkencave nuk e merr. Është dhe sot e kësaj dite falas në faqen Akademia Edu. Mund ta tërhiqni në çdo moment. Janë mbi 800 fjalë të trashëguara të shqipes që ngjajnë me gjuhët kelte, gjuhën armene, pak me gjuhën greke, shumë me gjuhën latine dhe sidomos me gjuhën perse. Pra gjuha shqipe është motur me gjuhët indo-europiane. Po ngjan shumë pak me greqishtën e vjetër. Pra ilirët ishin grek. Ishin një fis grek. Ndërsa shqiptarët janë pasardhës të këtij fisit persian, Parthini. Këtë nxjerr fjalori i gjuhëve indo-europiane. Tani, unë dua që të mbyllen të gjitha vendet arkeologjike, janë gjetur nga minoritarët, të janë përkthyer nga ata. Të gjitha tekstet. Këto tekste nuk janë në Akademinë e Shkencave të Shqipërisë. Këto tekste unë i kam marrë nga Universiteti i Ohajos, dhe i Chicagos, dhe i Pensilvanisë. Po ju lutem me dorë në zemër, si shqiptari shqiptarit. Ju lutem, mbyllini të gjitha qendrat arkeologjike në Shqipëri
se do ndodhi me shqiptarët ajo që ndodhi me popullin e mjeruar të Palestinës. Do ndodhi njëjta gjë me ne, sepse edhe tek ne janë ngritur rjeta e merimangave që do kapi fluturat dhe shqiponjat shqiptare. Çfarë janë rjetat e merimangave? Të gjitha qendrat arkeologjike në Shqipëri. Është qyteti Antigonës. Këtë Dimostheni Budina e gjeti duke përdorur disa vula që përdoreshin për të përzënë një gjykatës jo të mirë. Siç u përzu Hajdutja Balluku. Ashtu përziheshin në mënyrë demokratike gjykatësit Hajdut në Greqi. Historia e fisëve ilire është historia e fisëve greke. Shqiptarët nuk kanë histori, sepse sklevrit nuk kanë histori. Aq sa kanë lënë toponime, zezakët, në plantacionet e pambukut dhe të kallam sheqerit, po aq toponime kanë lënë shqiptarët. Të dashur shqiptar, ju keni lënë topet e dashit. Këto janë toponimet tuaja për 3000 vjet. Dhe ju e keni vënë në rrezik Shqipërinë, atë dheun tim të dashur. Unë këtë nuk ju a lejoj. O drilon, që do thot në greqisht o organ mashkullor. Ju falemnderit për vëmendjen dhe mirupafshim në filma të tjerë shkencor, Drilono Labiatan, sklevër të grekërve.